Pikërisht në portalin Dugagjini mund të gjeni edhe shkrimet sa i përket serialit Adoleshenca, temë kjo e cila do të diskutohet sot në Rreth e Rrotull, ku bashkë mua dhe kushtrimin është kushtrim Krasniqi nga manjak të filmave. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu në studio kemi edhe sociologun Ragil Fetar. Përshëndetje nderuar. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë në një lidhje online kemi psikologun Ilir Havolli. Përshëndetje zotëri Havolli. Përshëndetje, faleminderit. Kur shumë po e nisëm bisedën me ju, me qenë se jeni edhe njerëz i fushës. Po flasim për një serial i cili ka ngjallur reagim gjithandaj. Një serial i tillë ka arritur që të bëhet temë diskutimi edhe në instancat më të larta shtetërore në Angli, atje ku është hedhur si propozim që ky serial të bëhet obligim për shkollat e mesme të vendit. Tamam, shumë interesante për tematika, së në dashta më fillu për jasaj mas pare që ke e mirë në këtë serial, e mirë në kuptimin e bukurisë kinematografike. Dhe më thonën, teknikisht serial ishte një mrekulli. Dhe më thonë, për vetë faktin që ishke dhe gjirim i vazhdushëm, dhe me një skenim, dhe më thonë, gjithë kohë se shumë se cila epizode, ka duke që ka vetëm një gjirim të padërprem, që është teknikisht ndërmat vështira për më realizu. Dhe më thonë, regjia, skenari, gjithë shka ishte e përkryme, gjithashtu më la për shtypja dhe aktrimi te për i mirë i aktorëve, së dëmës a djali Samir dinde më aktru, së dëmës kur kalje kena të farë bipolaritetin e ti, herë e lunë të viktimen, e herë u duke të mamë si një vras i ftoht që të merën. Edhe shka aspekti tjetër, në më thani, tematikës, që ajo të qëla ma shumë po diskutohet realisht, mas pare unë si prind, ndryshe për jetaj. E di që filmat horror, kur i kam shiku për para, tash mos po mdokën ma horror. Për mu ma shumë horror janë këto tematika që preken, sidomos kur tema kryesore është janë të miturit fëmijë, se sa filmat klasik horror që nashta janë të dedikum për me të trishtu. E këtë trishtim është diçka tjetër nivel. Për faktin se këto tema janë aktuale, jo vetëm në Angli, po thuj se në këtë botën e të na. E kemi rastin së fundi edhe në Shqipëri, pikërisht për shkak TikTok-u, dhe më thonë që ndodhi vrasja e të miturve. Këto tematika janë patjetër që janë globale, nuk janë vetëm në Angli, edhe do të shoqëria jonë me pas një fokus patjetër në këtë tematikë që me qenë në rjedha edhe me teknologjin, me rjetët sociale se që po ndodhë, qëfar qasje po kanë fëmija dhe në qëfar mënyre për përdorin rjetët sociale dhe teknologjin përgjithësi, po edhe bullizmi në veçanti që duhet të kemi një fokus të për të veçanti, jo vetëm institucionet apo qoftë në ato shtetërore apo institucionet e edukimit, po do të edhe ne si prinda si shoqëri me pas një fokus të për të veçanta dhe të detajum rreth këtë dukurie që me pas me mujtë me parandalu këtë dukuritat gjallit të tilla, si ajo që trajtojnë seriale. Po, zë të ju vetëm Kosova, si që tha dhe kushtrimi, por në përgjithësi shoqëria duket se po bie prej e teknologjisë, e sidomos fëmijët, adoleshentët tek bullizmi, po bullizohen. Sa duhet me u trajtu, ndoshta një temë e tillë me vëmendje të veçantë për institucioneve? Po, faleminderit. Sporja adoleshenca është në periudha më e rëndësishme e një individi në krijimin e personalitetit të tij. Pra gjatë kësaj faze se cili individ i merr ato premisat se ka për orienton jetën e tina, dhe shikuar nga ky këndvështrim, interneti është bërë pjesë e përditshmërisë gjithë neve, në veçanti të rinjve dhe adoleshentëve. Është shumë e rëndësishme të theksohet se pjesa më e madhe e adoleshentëve rriten me këtë lloj, domethënë të bashkëtuarit të internetit dhe të asaj se çka ka në internet që nga fëmijëria. Leni ta ilustroj me një shembull se si aktualisht nëna tona ja bëjnë internetin pjesë e përditshmërisë fëmijëve të tyre, që nga periudha e hershme e tyre, pra periudhë një vjeçare e tutje, pjesa më e madhe fëmijëve ushqehen nga nënat e tyre me ndihmën e telefonit, duke i lëshuar në internet filma apo duke i lëshuar në internet gjëra të cilat i zhvendosin atij vëmend në mënyrë që ato të arshej, dhe mendoj që këtu pikërisht është gabimi, sepse interneti dhe rrjetet sociale ofrojnë diçka virtuale, diçka e cila nuk ka të bëjë me realitetin dhe diçka të cilën secili nga ne nuk e ka provuar. Mund ta shash, mund ta ketë parë, por jo provuar, dhe problemi qëndron se pjesa më e madhe e njerëzve pastaj janë të prirur të provojnë atë që edhe shohin. Në këtë rast interneti është një oqean i pakontrolluar
ku ka shumë informacione, ka shumë ngjarje, ka shumë skena, ka shumë përgatitje të cilat janë në shumicën e rasteve përqojnë mesazhe negative dhe në këtë situatë pra rrëshqasin adoleshentët, rrëshqasin të rinj të cilët kryesisht kanë një vedije të olt, jo të olt, nuk do të thoja, po kanë një do më thonë, po, një papjekuri dhe nuk i shikojnë gjërat për më largë, më gjatë, që edhe nuk din të analizojnë atë se ajo a ka të bëjmë me realitetin, apo është thjesht një diçka e cila serviret që është ju e mirë, dhe në këtë kënd vështrem, pra në takon neve të gjithë dhe si shoqëri që të mirëm me këtë çështje, kur është fjolla tek filmi adoleshenca, më lejoni të them që secili shtet i ka vetit, veçërit e veta të shoqënisë, do më thonë shoqënisë si tërsi, ka sfidat, ka problemet të ndryshme, këtu variojnë nga një shtet tjetër, do më gjithashtu atë dallojnë edhe në aspektin e traditës nga një shtet në shtetin tjetër. A mendon që seriali adoleshenca do duhej ndoshta të lëshojë në secilën shkollë në Kosovë? Shikoni, secili film, thamë edhe më herët, dhe secila çështje e cila trajtohet ka një mesazh të caktuar, mirë po seriali adoleshenca natyrisht se mund të ketë edhe efekte negative. Mund të ketë edhe efekte të mësoj adoleshentët se si ata të bëhen vrasës. Edhe ai mund të jetë një efekt të cilë mund ta analizoj, mund ta konsideroj thik me dy teja. Po, thik me dy teja. Këta mund ta trajtoj më shumë edhe psikologu, si ndiko kënë aspektin psikologjik. Ajo që se çka duhet të bëjnë institucionet. Pra është detyrë të gjithë neve që të bëjmë për të rinjë tonë, për adoleshentët tonë, është detyrë e ministrive përkohëse, ministrive që merren me këtë çështje, që këtë çështje ta shtrojnë, ta trajtojnë thelbin, esencën, problematikën që nga familja. Mënyra se si rritën, mënyra se si edukohen të rinj, pastaj të fillojmë edhe me fushat të tjera vëdisuese të cilat do të ndikonin domthonë në zvoglimin e këtyre fenomeneve negative. Ndërkohë që kemi në lidhje direkte edhe psikologun Havolle. Zotri Havolle, sipas jush, këto përmbajtje filmike, sa mund të jenë pozitive, sa mund të jenë të dobishme, po dhe sa mund të konsiderohen të rrezikshme, ashtu si që tha dhe zotri Fetao, që mund të jetë një model për të ushtruar diçka. Mirë, nuk e ndëgjova pyetjen komplet, por faktikisht po filloj. Lëni që them pikëstar për filmin të Po ju dëgjojmë, zoti Havolle. Se ma konfirmoni? Po ju dëgjojmë, zoti Havolle, po ju dëgjojmë. Okej, atëherë lidhe me filmin i cili diskutuar, nuk është që e kam shqishuar dhe di për mbajtjen e tij, por më lejoni të them se bulizmi në adoleshencë është një nga problemet e rëndësishme dhe më sensore në shëndet mendor të individëve dhe emocional të trinjve. Pra është problem shumë i rëndësishëm i cili ndikon direkt në shëndet mendor dhe emocional të trinjve, sepse për faktin se kjo periudhë, pra adoleshenca, është ajo periudha më delikate ku adoleshentët janë në procesin e formimit të identitetit të tyre dhe ndjeshmëria ndaj mendimeve të tjerëve shumë e lartë. Pra bulizmi në këtë rast ndikon shumë negativisht tek këta individ, nëse fillon dhe trajtohet ose nëse fillon e përdoret në adoleshencë. Kur jemi tek përdorimi i internetit, po lidha me bashkëfolësit, më herët që u potencuam, lënë t'ju them, kam apeluar dhe vazhdoj të apeloj tek prindërit që interneti apo mjetet teknologjike tek fëmijët e tyre t'jenë në dispozicion nga mosha 0 deri në moshën 2 vjeç, vetëm 0 minuta brenda ditës. Pra fare nuk duhet të kenë kontakt me mjetet teknologjike, fëmijët e posalindur dhe pastaj lëremon nga mosha 2, 3, 4 ku prindërit i ushqejnë ose i rritin fëmijët me teknologji. Teknologjia mjaft e dëmshme për fëmijët tonë, duke pas parasysh se brenda asaj ekzistojnë lloje të ndryshme të bulizmit, duke filluar që nga bulizmi virtual, i cili është tani në mos të madhe shumë i lartë, shumë i rritur, pastaj kemi edhe bulizmin në ambientet sociale, bulizmin në shkolla të tjera. Nuk e di a isha në linje me ju, por se Po, kur jemi tek adoleshentët, po flasim gjithmonë për adoleshentët një periudhë shumë e ndjeshme zhvillimit të njeriut. Sa din adoleshentët kosovar, në bazë gjithmonë edhe të përvojat tuaja, sa din adoleshentët kosovar që të bëjnë selektimin e përbajtjeve që kanë qase në internet?
Duke pas parasysh se ekzistojnë fushatat ndërgjegjësuese dhe vetëdijsuese, pastaj edukimi mirëfillt institucional për përdorimin e mirëfillt të rrjeteve sociale, atëherë adoleshentët bien shumë lehtë pre e bulizmit apo bin viktim e bulizmit në rrjetet sociale, për faktin se rrjetet sociale mund të kenë fshehura pas vetes, nimëri faktorësh ndryshëm, grupe caktuara tjera, cilët faktikisht mbrohen nga anonimiteti dhe krijojnë dhe fillojnë pastaj bulizojnë personat e tjerë. Do të pasur parasysh se personat që bulizojnë në rrjetet sociale janë persona që kanë shqetësime psikologjike të patrajtuara, cilat ato shqetësime psikologjike të patrajtuara tani drejtojnë drejt individëve të tjerë, duke pasur parasysh se interneti i mbron ata sepse mund paraqiten anonime tjera. Do të kishte nevojë që të kemi fushata vetëdijsuese, ndërgjegjësuese, edukuese, që interneti të përdoret për edukim të mirëfillt dhe jo ne të ekspozohemi përballë përmbajtjeve të cilat me të vërtetë neve na shtyn që të bulizohemi, sepse bulizmi normal që në çdo herë bulizmin e kemi potencuar dhe e kuptojmë vetëm bulizmin fizik, por lejon të them se bulizmi nuk është vetëm fizik, është edhe verbal, bulizmi është edhe social, bulizmi është edhe virtual e tjera, pra më rëndësi është që ne ta kuptojmë se çfarë është bulizmi, i cili faktikisht është thjesht tendenca e individit për të tentuar dhe lënduar tjetrin në mënyrë të vazhdueshme dhe qëllimshme, dhe pastaj neve të arrijmë të mbrohemi nga bulizmi në rrjetet sociale, i cili kohë të fundit ka marrë për masa shqetësuese, dhe nëse ne vetëm bëjmë hulumtime jo të mirëfillta, por hulumtime vetëm sipërfaqësore, rezulton se shumica e adoleshentëve tonë janë të prekur nga bulizmi në rrjetet sociale. Kushtrim, po du më këthy pak të seriali, cila prej atyre 4 episodave është nështë që mas shumë të ka prejkë? Po, është shumë shtirë mi nda, se cila pat një karakteristikë tepër interesante, unë dashur ta më lidhe me temën me bashkëfolësit për një detaj, që shumë shpesh shoqëria po ka tendencë zakonisht më marrë me pasoja në vend se më marrë domethënë direkt me shkaqe të cilat vijnë deri te bullizmi ose çfarë do kohë tjetër ndonjë dekuri tjetër negative. E ato çfarë do të thonë është se interneti, rrjetet sociale, teknologjia informative përgjithsisht është një zhvillim, është një mjet. Varësisht se si individ ose na si shoqëri, varësisht që e përdorim, çashtu edhe kanë pas rezultatet e saj. Tash unë jam absolutisht pro asaj që nuk do të mi ekspozu fëmijën shumë herët me teknologji, por është diçka e pa evitueshme përderisa na si prind, edhe në përgjithësi shoqëria ton kohë jemi në telefona, ton kohë jemi me internet, edhe i thu fëmijës që nuk guxon me najt, është domethënë nuk reflekton kjo. Domethënë ajo çka është problematike është domethënë mungesa e edukatës dhe mungesa e afrisë në familje. E një për këtyne e prek realisht seriali është ajo afërsia e prindit me fëmin. Një për episode afke ai policia, inspektori, që pat një distancë fillimisht me djalin e tij dhe gjatë fundit të episodës u afru me të pak më tepër se pas situatën se për çka vjen, domethënë çysh vjen deri te një rast i tillë që e trajtoi seriale. Anën tjetër pastaj edhe ky prindi që ishte shumë i përgjegjshëm dhe ishte punëtor, edhe nuk vetë ishte i abuzuar, por nuk i ka abuzuar kur fëmijët e vet, çysh erdh puna që djali i tij domethënë me përfundu si vras. Domethënë kjo seriali sikur të jep një pasqyrë se hey, juve ju mungon një kontakt prindi me fëmijën, domethënë shtëpia, nëse s'është shtëpi e ndërtuar mirë, në kuptimin që me pas afërsi me fëmijën, me familja, me pas fëmija një ngrohtësi dhe një mbështetje në familje, nëse ajo i mungon ka me dalë jashtë ka me lyp. Qoftë përmes internetit, qoftë na jemi edhe dëshmitar që këto probleme kanë ndodhur edhe para internetit, para se u bë interneti kaq i përdorshëm, bullizmi gjithmonë ka ekzistuar. Për çka? Se ka pas mungesë afërsisë në familje, ngrohtësisë në familje, e ajo na mungon neve. Nëse ajo mungon me një familje, ka me pas rezultate. Dhe rezultate të tilla ose kanë më shfaq internet, ose kanë më shfaq edhe në jetën reale. Seriali këto edhe këtë tematike trajton shumë bukur. Do të thënë, secila epizode prek pak a shumë këtë tematik. Këto do ashta më shumë me fokusu që me kërku faktikisht edhe mendimin e kolegëve këto, edhe sociologët, po edhe psikologët, që apo trajtohet mjaftueshëm kjo tematik, para se mu marrë me pasoja siç është interneti. Interneti është një mjet. Nëse e përdor për mi, ka me të shërbimi, nëse e përdor për të keqe, ka me të përdor për të keqe. Ama një është e sigur që nuk ka të ndalën, teknologjia është të zhvillu. Po, kur jemi të kjo pikë, zotri Fetaho, po flasim edhe për shoqërinë ku ndoshta ne si shoqëri gjithmonë kemi qenë prej e bullizmit të ndër vite, por ndoshta ka munguar edhe informata, vetëdijsimi saj përket këtë formave të bullizmit. A i bie që shoqëria jonë tash vetëm është vetëdijsu në ato se çka ka jetuar deri tani?
Unë nuk të të rria në përfundimet të tila, pa bën një analizë detajume. Shoqënia jonë, si që dini, ka qenë një shoqëni tradicionale ku gjitha elementet, kulturën, gjithë orientimin e një individi, do më thonë, familja ka pas ndikimin kryesor. Tani jem në një fazë tranzicionale, pra kalimi prej shoqënisë tradicionale drejt një shoqënie moderne, dhe natyrisht se duke bazuar në këtë fazë tranzicionale shfaqen probleme të tilla, shfaqen sfida të tilla. Një sfidë pra e tillë është edhe bulizmi. Bulizmi si koncept është shumë i përhapur tek ne aktualisht, mirë po shumë pak të rinj, shumë pak adoleshent fatkeqësisht e kuptojnë se çka do të thotë kjo. E përmend edhe psikologu më herët pra sfidat, domethënë fazat e bulizmit. Kemi qenë prej bulizmin në të kaluarën. Unë nuk mund të them se për ato edhe nuk e besoj se mund të jemi në një shoqëri bulizuese, sepse shoqëria jonë është bazuar në atë që sociologët modern e quajnë solidaritet mekanik, pra ndihma ndaj njëri tjetrit, afërsia ndaj njëri tjetrit, raportet më të theksuara sociale me njëri tjetrin, dhe si këtu nuk mund të ketë elemente bulizuese, sepse kemi qenë më shumë për qeshës? Jo, bulizimi është e kundërta e kësaj që unë po them. Domthonë bulizimi është ushtrimi i dhunës fizike dhe psikologjike të një personi apo të një grupi ndaj një tjetrit. Termat e ndryshme me të cilët një qovna është referuar dikush apo jemi referuar si për shembull për dikë që është mbi peshë, kemi referuar trashallaq ose tullom, ose kjo është një formë bulizmi. Tash na mund duhet të dallojmë bulizmin nga shakaja. Bulizmi Një familje nuk e di nëse është i gatshëm ta dalloj shakon nga bulizmi. Po tash ne duhet të dallojmë se jemi të rritur. Bulizmi pra qëllimi ka të shkaktoj dikoj dhimbje, dhunë dhe ta lëndoj atë emocionalisht. Përqeshja mund të jetë shaka momentit të cilë mund ta bëjnë një grup ose një grup. Ajo përsëritet? Është thjesht një shaka e cila mund të bëhet ndërmjet grupeve shoqërore. Edhe në filmin adoleshenca në rast nuk është thonë diçka shumë e rëndë, mirë po që është përsërit në vazhdimsi dhe kanë nënkuptuar që pastaj ka qenë bulizëm. Ngulitët në kokë edhe personi se unë e qenë krajmi tillë dhe pajtohet me faktin që është i dështak në forme. Shakaja mund të përsëritet, po nuk është formë e bulizmit, sepse shakaja nuk ka qëllim final lëndimin e personit. Bulizmi nuk është ata janë të djallëzuar edhe qëllimisht do me dëmtu tjetrin, janë raste shumë të rralla ekstreme ato që po përmendëm. Në përgjithësi bulizmi fillon si formë shakaje. Ajo ku ne duhet të fokusohemi, E kemi edhe psikologun. Le ta përfundoj. Ajo që ne duhet të fokusohemi është tek jeta individuale që bojnë të rinjt në raport me shoqërinë. Pra, bëhen njerëz asocial dhe ata shumë lehtë bien prej e këtyre fenomeneve negative, pra përfshi këtu edhe bulizmet në rrjetet sociale. Zotri Havolli, sipas jush, apo kemi ende një problem si shoqëri për ta perceptuar drejt bulizmin, sepse shpesh po ngatrohet mes përqeshjes, shakas, shtypjes verbale. Atëherë më lëni të them. Kur jemi të folë për bulizmin, më lëni të them që bulizmi ka ekzistuar, nuk është diçka që e kalim tani edhe këtu. Ajo për cilën po diskutohet tani në studio po vetë fjalë për bulizmin verbal, i cili brenda saj përfshin hyrjet, ofendimet apo ngacmimet me fjalë. Ngacmimet me fjalë është thjesht ti je i trashë, ti je kështu, tjera, ti nuk i ke flokë të bukura, ti nuk i ke neveshje të bukura e tjera. Pra kur këto përsëriten në mënyrë të vazhdueshme, ky qëllim ngacmimi me fjalë dhe normal që nuk kuptohet bulizëm. Ani pse në të kaluarën ne nuk e kemi kuptuar fjalën bulizëm. Por nëse ne kthehemi në retrospektivë dhe secili analizon kohën vet kur ka qenë në shkollë, e gjen se ka pas dhe ka ekzistuar atëherë bulizmi. Por që ne e kemi quajtur si ngacmim me tjera. Prandaj duhet me pas parasysh se bulizmi ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë. Por cila është forma e re, cila është shtu tani? Forma e re cila tani shtu është bulizmi virtual, apo kibernetik, apo cyberbullying që quhet, ku brenda tij ekzistojnë ngacmimet, ofendimet përmes rrjeteve sociale, mesazhe apo platforma të ndryshme online, që ndikon shumë negativisht tek individet. Tani pyetja është, po lidhur me parafolsin,
apo trajtohet në formën e duhur bulizmi. Ne nuk them se nuk është duke trajtuar në formën e duhur bulizmi, por ne asnjëherë nuk mund ta trajtojmë në formën e duhur për pa identifikuar shkaktarin e bulizmit. Në të kaluarën kemi pas shkaktar e kapshëm dhe të matshëm, që ne kemi mujt me menaxhu si prindër. Tani kemi shkaktar të pamatshëm, që janë shumë subjektiv, cilat janë përmes mjeteve teknologjike. Dhe lind pyetja, si ne mund të identifikojmë, sepse u ushtru pyetja ose u ushtru biseda, teknologjia është pjesë e jetës tonë. Faktikisht, teknologjia është pjesë e jetës tonë. Teknologjia po na mundson që ne tani të komunikojmë në distancë me vetë. Por, a mund të kemi ne prindrit e ndikim të kjo pjesë? Po, ne kemi ndikim të kjo pjesë. Por ne çdo herë lidhemi nga ajo, sepse më lejon të them, tek prindrimi janë 4 faktorë, 4 elemente apo 4 stilet e prindrimit. Njëri nga ato stile i prindrimit është prindrimi i duhur. Prandaj ne duhet të kemi parasysh cili është prindrimi i duhur për fëmijët tonë, dhe faktikisht kemi aftësinë e ndërhyrjes tek fëmijët tonë me shiqur se çka frekuentojnë fëmijët tonë në rrjetet sociale. Ne nisemi nga kushtetuta e të drejtave të fëmijëve. Në këtë rast, kur flasim për të drejtat e fëmijëve shkelen, atje nëse dalim në Prishtinë, shëtisim dhe i kemi në për semafora tu kërku limosh. Aty shkelet të drejta e fëmijëve. Por nëse ne fëmijëve tonë ja marrim aparatin celular dhe shiqojmë çka frekuenton fëmiu jon, cilat rrjete sociale frekuenton, cilat janë grupet me cilat ai shkyqur. Kjo nuk thuhet shkelet të drejta të fëmijëve, por quhet kujdes prindëror për këta fëmijë. Prandaj si diçka tjetër, meqenëse teknologjia është bërë pjesë e pa tjetërsueshme e jetës tonë, pa cilën ne nuk ekzistojmë tani, atëherë lind pyetja, pse ne mos ta shtrim ndikimin tonë tek prindër atë tek fëmijët tonë. Ne si prindër tek fëmijët tonë, por lind pyetja, pajtohuna me atë. Brenda familjeve tona nuk ekziston një ngrohtësi dhe harmoni familjare. Prandaj kur neve nuk kemi një ngrohtësi dhe një harmoni familjare, rënon urat e komunikimit mes partnerëve, por edhe mes prindërve dhe fëmijëve, dhe kur rënon urat e komunikimit, atëherë është pak si problematike edhe me ndërhyje të kontrolli prindëror tek fëmiu, sepse nëse ndërhyn, atëherë ka me pas faktikisht sjellje agresive të adoleshentëve, të pas parasysh adoleshentët shohin veten si të rritur. Prandaj, ne po perceptojmë bulizmin, por ne duhet ta dallojmë se cili lloj bulizmi bëhet fjalë. Ne tani këtu dresa folen për bulizmin verbal, i cili është thjesht një shaka e momentit, por mos harrojmë atë fjalën popullore sepse plas të kaluarën nuk kanë qenë inteligent, nuk ka thonë 2 shaka ose 2 hajore bën një vërtet. Prandaj si diçka e tillë, nëse shakaja përsëritet 1 herë, 2 herë, 3 herë, edhe është bulizëm. Prandaj si diçka e tillë duhet ta kemi parasysh, u lidhem me atë pjesën. Pra kjo është ndoshta përgjigjja për perceptimin, se ne duhet ta perceptojmë se çfarë bulizmi vetë fjalë. Lejoni të them apel për gjithë prindërit. Apel sepse prind jam edhe vet. Jam gjysha edhe vet. Apel për gjithë prindërit. Kur fëmijët e ju i kthehen nga shkolla, merrni fletore dhe librat e tyre, shfletoni dhe shiqoni a janë të grisura, a janë shkallavitura, të shkruane, a janë të ndotura tjera. Merrni çantën e fëmijët, zbrazeni dhe shiqoni se a mos ka elemente dhunës ose të keq trajtimit. Shiqoni rrobat e fëmijët tuaj. Shiqoni se fëmiu juaj apo kërkon çdo ditë më tepër euro, mjete materiale nga shtëpia, edhe kjo një formë e bulizmit e cila neve na kalon pa perceptuar. Thjesht ka re prej bulizmi në shkollë dhe duhet çdo ditë ta ketë një pjesë të mënyrave. Përpos kësaj kujdesit brenda familjes, sa kushtohet vëmendje për adoleshentët të vegjëlit në për shkolla, duke ditur se gjithçka nis brenda oborrit shkollës? Ndërhyrja e hershme do të ishte identifikimi i rasteve dhe në kohë i këtyre rasteve për ta parandaluar. Pastaj do të ishte monitorimi i rrjeteve sociale nga prindërit dhe shkolla. Pra jo të prindërit, sepse jo me këtë kanë thënë që fëmiu ka 2 prindër ose 2 shtëpia, shtëpinë e vetë dhe shkollën. Monitorimi nga prindërit në shtëpi, kujdesi prindëror dhe kujdesi në shkolla, ku ndihmohet në mbrojtjen e adoleshentëve dhe bulizmit online. Shumë fëmijë bin prej e bulizmit online dhe nuk i kuptojnë se kanë rënë prej bulizmit online. Pastaj duhet kemi parasysh mbështetjen psikologjike që është imediate. Leoni ta potencoj. Kemi numër mjaft të vogël të psikologëve në shkolla. Dhe ofrimi i këshillimit psikologjik për viktimat dhe puna me ata që bulizohen, por edhe me ata që bulizojnë, për me kuptu arsyet e sjelljes së tyre është shumë qendrore dhe imediate. Do ta kemi parasysh, edhe individi i cili bulizon është ngarkuar në aspektin psikologjik nga një kaluar që mund të jetë traumatike ose nga problemet e vazhdueshme familjare. Pra ne në këtë rast nëse identifikojna individin që bulizohet,
du ta identifikojmë edhe atë që bulizon, sepse ai ka probleme ose ka pasoja psikologjike të patrajtuara. Dhe në këtë rast do të ishte mirë që ndërhyjmë, sepse nëse ne nuk ndërhyjmë, faktikisht pasojat do të jenë evidente edhe gjatë rritjes, por ajo që është më censorë dhe më e rëndësishme, do të kemi rregullime psikologjike, duke filluar që nga rregullimet të ankthit, rregullimet e depresionit, pastaj rregullimet e të ngranit, vetëbesimi dhe vetëvlerësimi shumë i ulët dhe në raste ekstreme, mendime vetëvrase dhe që janë me të vërtet pasoja fatale për shoqërinë tonë. Ne jemi dëshmitarë që shumë edhe potencu më herët që shumë adoleshentët kryjnë akte finale nga këto situata cilat më vërtet nuk arrin dot me menaxhu. Pse nuk e menaxhojnë? Sepse doza stresit dhe ankthit është shumë e lartë, individi futet në një rreth vicioz dhe faktikisht kryen aktin final që është me vërtet shumë dëmshëm për ne si shoqëri, dhe ne çdo do ta ngrim kokën lart, jo me u prenu, po çka kemi bënë për ty tonë. Zotri Avolli, të kthehemi vetëm pak tek seriali. Në episodin e parë, nis seriali me një torturë të policisë brenda shtëpisë djalit i cili vetë është i dyshuari kryesor për vrasjen e shoqes së tij. A mendon që është sjellja më e rëndë e policisë Karshi një krimi që është bërë tashmë ata kanë ditur se kush e ka vrarë? Po, kjo është edhe bukuria e regjisë në këtë rast, që regjisori ka ditë shumë mirë me paraqit faktikisht në temën, me na fut realisht me një temë që dhe të ishte shikues e përjeton ashtu, se deri në fund të episodës para nuk e dim për çfarë krimi bëhet fjalë, edhe realisht është ky djali tamam aktori i vrasës apo jo. Tash, ajo faktikisht e bën atë episodin e parë, domos shumë të bukur, shumë interesante që të mbajmë tonë kohën edhe deri në minutat fundit. Edhe vetë prindi, domethënë, edhe përmend pastaj në fund të episodit të katërt që thotë derisa pash vet, kam qenë i bindur që ai nuk e ka bë. Edhe kjo realisht është më shumë ajo teknika e regjisë e cili bën shikuesin e bën për vete dhe të nxitin interesimin më tepër për me pa filmin. Tash sa është proporcionale dhuna e policisë në atë kuptim për me neutralizuar vrasjen. Trajtimit në fakt. Tamam. Ajo është pastaj diskutabile, diskutohet edhe në serial, se thotë se nëse mendoni se na kemi ushtruar dhunë më tepër se që duhet, i keni, më thonë, rrugt ligjore me ndjek dhe mu anku. Kjo më shumë është temë realisht regjisoriale, që ata arrin me përcu këtë mesazh. Zotri Avolli, pati diçka për të shtuar në lidhje me këtë pikë? Jo, faktikisht kjo pjesa ushtrimit dhunës policisë në pranit familjes, para në pranit fëmijëve, me të vërtet është diçka që ndodh në film, po ne në jetën tonë reale e kemi përjetuar, sidomos ne që kemi qenë pjesëmarrës të luftës e tjera, dhe kjo nuk kupton që edhe ne si fëmijë kemi regjistruar ato situata në formë traumatike. Ndërkohë, fëmijët tanë që e shiqojnë një emision tillë ose një epizod tillë, apo një film tillë, më lejoni të them se këto regjistrohen si pasojë traumatike, si ngjarje traumatike tek truri fëmijëve, dhe këta fëmijë kanë me modelu ato sjellje. Lind pyetja, sa ne po bëjmë për shoqëri, sa shoqëria jonë, ose ne si shoqëri po bëjmë për fëmijët tanë që të ulet niveli i dhunës. Ju dini fare mirë që është rrit në ekstrem niveli i dhunës në Kosovë, dhe niveli i dhunës ushqehet nga fenomene të tilla, nga mediat ose nga rrjetet sociale të pakontrolluara, nga situata të tilla ku ushqehen fëmijët tanë me dhunë, dhe kur ai ushqehet me dhunë. Zoti Avolli, do thotë ideja e kryeministrit të Britanisë së Madhe që ky serial të shfaqet tek gjitha shkollat nuk po duket të jetë ide shumë e mirë, a? Absolut, për mendimin tim dhe vlerësimin tim si psikolog klinik, duke pas parasysh modelimin i cili ndodh tek adoleshentët, ky film apo ky serial që shfaqen për shkolla me të vërtet nuk është as pak zgjedhje e qelluar dhe është me të vërtet diçka që cenon integritetin dhe lirinë apo botën e pastër të fëmijëve. Milioni të them. Çdo ne synojmë për një botë të pastër, atë lind pyetja me çka po i ushqejmë fëmijët tanë? Jo ushqim të ngrashëm, po me çka po ushqejmë trurin e tyre? Të pas parasysh se fëmijët tanë nga lindja deri në formimin apo deri tek periudha e pubertetit, truri i tyre fillon të shkruhet nga ne. Atë lind pyetja, çka po shkruajmë në trurin e tyre? Po shkruajmë dashuri, ngrohtësi, komunikim, respekt, edhe mirëqenie, apo po shkruajmë fenomenet dhunës, cilë pastaj me kalimin e kohës do t'i modelojnë. Ne jemi dëshmitarë që edhe këto përdorimi lojrave elektronike e tjera në për internet, po shtyn, po i nxit aktet të dhunës me fëmijëve. E lere me këto situata ku shohin duke shtrajtuar një antar i familjes,
ku fëmijët në këtë rast, t'ju them, fëmijët këtë rast i shohin prindrit e vetë si krijuesit e vetëm. Deri në moshën 3, 4, 5 vjeçare fëmijët nuk i kuptojnë që krijuesi është Zoti. I shohin vetëm dy prindrit krijues. Dhe nëse këto emisione, këto epizode shohin duke trajtuar prindrit e një fëmije, imagjinoni se çka përjeton ai fëmijë vetë. Ajo regjistrohet një traumë. Me kalimin e kohës, ky fëmijë fillon të shfaq ankth, stres, depresion, çrregullime nga më ndryshmet dhe pastaj hulumtoi të kaluarën e cila është e fshehur që nga fushnjëria apo familja është. Zotëri Fetova, sipas jush, a jemi si shoqëri e tillë që i trashëgojmë traumat kolektive në këtë rast? Apo jemi shoqëri që punojmë që traumat e përjetuara gjatë një periudhe kohore, gjatë historisë, qoftë luftës ose pas luftës, të kemi kujdes të mos i trashëgojmë tek gjeneratat e ardhshme? Shembull traumat e pandemisë, ka rrezik me i trashëgu tek posaçëtar. Shikoni, trauma kolektive në stota normale nuk mund të ketë. Është periudha e luftës që ka shkaktuar traumat në mas tek ne në Kosovë. Pandemia mund të ketë shkaktuar depresion të përgjithshëm shoqëror, po jo edhe trauma, mund të ketë individ që mund të ketë pas frikë nga ajo se çka është në fillim, po jo traumë kolektive. Me çështjen e traumave kolektive mendoj që këta do të punojnë së pari institucionet dhe psikologët, ku këtë çështje duhet ta trajtojnë në vazhdimsi dhe sistematikisht. Traumat fatkeqësisht janë ato të cilat mund të edhe të përcillen, sepse një person i cili mund të ketë përjetuar diçka të rëndë ose mund të ketë përjetuar dhunë, predispozitat janë shumë të mëdha që ai ta praktikojë atë edhe tek gjenerata tjetër. Dhe kjo në këtë mënyrë të përcillet. Është detyrë të gjithë neve që të identifikojmë këto grupe shoqërore, këto familje, këta fëmijë të cilat shfaqen simptoma të tilla, shfaqen probleme të tilla dhe spori t'i trajtojmë ato familje dhe shkolla, institucione tjera, domethënë psikologë që punojnë nëpër institucione e kanë për obligim që të merren me ato. Është shumë e rëndësishme të theksohet se edhe qendrat për punë sociale duhet ta bëjnë punën e tyre ashtu si duhet. Do të jenë më aktive, do të jenë më vigjilente, të punojnë me këto raste, të punojnë me këta të rinj, me këta fëmijë të cilët shpërfaqen elemente të tilla negative në shoqëri, siç është dhuna, mbulizme, përdorimi i substancave të ndryshme narkotike etj. Mirë po, çka është e veçantë të theksohet në ata neve spori që nga ne të fillon ndryshimet, secili të punoj individualisht aty ku është, aty ku punon, në institucion, në televizion, pavarësisht se çfarë organizate është ai pjesë e saj, të filloj të punoj dhe të përhap informacion pozitiv në mënyrë që të gjithë ne si shoqëri të dimë të mbrojmë nga këto fenomene dhe në mënyrë që këto fenomene të minimizojmë, sepse nuk mund të zhduken fenomenet si tilla asnjëherë, në asnjë mënyrë, mirë po të minimizohen. Po kthehemi edhe një herë tek seriali Kushtrim. A mendon që ky është seriali i vetëm që ka arritur të ketë një impakt të tillë sa që të diskutohet edhe në nivelet më të larta shtetërore siç është në Britaninë e Madhe? Është ndoshta seriali më i fuqishëm që është prodhuar deri tani? Në këtë aspekt kisha thënë po, se ka arrit faktikisht janë fokusu konkretisht në bullizëm dhe në kriminalitetin e fëmijëve, mirë po filmat të ngjashme dhe seriale të ngjashme ka edhe të tjerë, për shembull, më kujtu seriali Euforia, ku ajo trajton edhe tema tjera, domethënë sfida tjera të rinisë në perëndim, domethënë abuzim me drogë, abuzimet ndryshme seksuale, abuzimet tema të ndryshme i përfshin seriali Euforia që për mua është edhe një herë më i rëndë edhe më i vështirë se sa ky serial që fokusohet vetëm në një ngjarje dhe në një lloj të bullizmit që ka kaluar në kriminalitet. Ka shumë seriale dhe filma që trajtojnë këto tema, mirë po besoj që ky serial me që është diskutuar në nivele shtetërore ka arrit me pas një popularitet të tillë, për momentin nuk kujtohet ndonjë film ose serial që ka arrit për masa të tilla, mirë po ka cilat unë mendoj tash edhe si shoqërinë duhet të jemi të vetëdijshëm me mu vetëdisu mas pari me çfarë sfida kalojnë rinia, çfarë probleme kanë ata se nuk kemi epizoda e tretë, jo e dyta më duket, e shfërshaq këtë çështje se
ignoranca e inspektorit në çështje se çfarë domethënie kanë ato komentet në Instagram, e bën ato me keq kuptu komplet lidhjen e viktimës me vrasësin, nëse vëmë karshi situatës. E tash ne si shoqëri nuk kemi llogari me ignorant në këto fusha, duhet të informohemi, duhet të dimë kuptimin e tyre se çfarë përdoren, deri në çfarë niveli po përdoren, ashtu që të jemi më të vetëdijshëm edhe me ditë me reagu profesionalisht me ngjarje të tilla. A i bie kjo që në këtë rast serialet dhe filmat e tillë kanë ndryshuar rol? Është fuqizuar edhe filmi edhe seriali sa i përket impaktit të tij në shoqëri? Historikisht arti është përdorur domethënë për çështje të tilla. Domethënë qysh kohën antike edhe teatri gjithmonë ka pasur atë rolin që domethënë edhe kritik ndaj pushtetit, ka pasur raste që kanë pro pushtetit, po sidoqoftë arti në përgjithësi është përdorur domethënë si mjet qoftë pro ose kundër pushteteve, po edhe pro ose kundër shoqërisë. Si tillë gjithmonë ka pas edhe tash së fundmi domethënë kinematografia, po edhe përmbajtje tash në rrjetet sociale njerëz i mba që po tash të quhet influencer të ndryshëm që e shfrytëzojnë platformën në rrjetet sociale për me dhënë mesazh çfarë do kofta ajo. Shumica raste po janë ndoshta negative, po sido që tjetë tregon që kanë një efekt tepër të madh në shoqëri, e me këtë rast patjetër që edhe filmat edhe serialet e tilla patjetër që kanë një ndikim të madh në shoqëri. Për shkak të teknologjia ka bërë të tillë që tash secili po ka qasje më në filmat. Nuk është më ajo tradicionale me shku në kinema me pa një film, apo me prit televizionet deri tash shfaqen një film në një orar caktuar. Tash kjo on demand, lëshon Netflixin, lëshon platforma tjera, kur ti don me pa ato dhe ki qasje 24/7 në filmat e seriale dhe si të tillë kanë ndikim tepër të madh në shoqëri. Po, dhe gjithë ata prindër që nuk e kanë pa serialin Adoleshenca, rekomandimi është shumë i lartë për me pa patjetër, po ndoshta jo në prezencën e fëmijëve. Faleminderit shumë për këtë diskutim të frytshëm sot në Rreth Rrotull. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe zotri Havolle që ishit në lidhje të drejt për drejt për të bashkuar në këtë diskutim. Faktikisht, unë mbeta me thonë edhe disa, po me që ashtu të përfundojmë. Mundeni, pa problem. Faleminderit. Atëherë, Leonid të thamë që përkundër efekte pozitive që po tentohet të identifikohen brenda këtyre filmave, Leonid të thamë që ne kemi situatë ngjashme dhe Halloweenin përballen me këto situata të ndryshme, me fenomene nga më të ndryshme dhe lind pyetja po dikush po gjem efekte pozitive rritja krijimtarisë, inovacione të tjera. Rritja krijimtarisë dhe inovacionet të fëmijëve tonë bëhet forma ndryshme, jo në forma të tilla po supozoj përmes ekspozimit ndaj dhunës. Kur jemi te këta filma, duhet të kemi parasysh individi çfarë shqetësime psikologjike ka brenda vetes, sa është niveli i stresit, të angtit apo shqetësime të tjera psikologjike që ai mundet me menaxhu pasaj situatat e ndryshme. Nëse me vërtet të shqetësimi janë të larta, atëherë ne vetëm po e javon një shtytje individit drejt rrethit vicioz tina dhe po e mbyllim brenda shqetësime të tilla. Prandaj do të pas parasysh se ku jemi ne si shoqëri me shqetësime psikologjike dhe pastaj të ekspozohemi përballë këtyre situatave. Unë mundem të thonë që me siguri në Britani që nga shumë më mirë se ne, por Leonid them se psikologjia në Kosovë përkundërse është një shkencë shumë e vonë, ne kemi shumë psikolog të aftë dhe profesional dhe specializuar që këto gjëra i shohin me një prizëm tjetër, një shoqëri brenda të cilës ekzistojnë akoma trauma, jo trashëguara, por të ripërjetuara që nga lufta, duhet kemi parasysh se çka ekspozohen përballë fëmijëve tonë. Faleminderit ka çështje. Zotëria Havolle, faleminderit shumë që u bë pjesë e këtij diskutimi. Ne kështu kemi ardhur në fund të pjesës së parë, shkëputemi për pak minuta marketing për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit.